fjallë deri tash. Kja dojnë advokatës? Po, të lutem. Kush për më tret? Po thras unë dhe gjithë paneli këto. Kosova e lirë. Nuk e fola në përgjithësi, sepse isha duke dëgju, pavarësisht gjitha mendimeve të cilat janë mundën të ndryshme në pika, por në përgjithsisht pra për temën, unë respektoj mendimin e të gjithëve dhe do ta kisha fillu këtë që a jemi rahat me veten edhe janë për mu rahat me familjen, përgjithsisi. Të jemi të qartë që ne nuk martohemi me idenë që në martesë, si të hymë në martesë gjithçka është në rregull dhe kretë problemet që ka i patëm tash e të mas kena me i zgjidh. Në martesa është një akt e cili persone zgjedh me bo apo jo, por gjithsesi që patjetër ka me pas edhe sfida, ka me pas edhe probleme, ka me pas dinamikat ndryshme, ka me pas diskutimet ndryshme, por a jemi të gatshëm pastaj të reflektojmë dhe të rritemi me partnerin është çështje që duhet të kthehemi nga vetja, sepse martesa është rrugë e dy anshme dhe rrugë e dy partnerëve. Dhe unë jam hidhtare vazhdimisht edhe në media edhe në rrjetet sociale që nëse nuk respektohem nuk kam vend në atë martesë. Nëse nuk vlerësohem nuk kam vend në atë martesë dhe nëse kontributi im është i vetëm dhe vetëm nga unë pritet martesa të mbahet, nuk jam për ta mbajtur atë martesë. Përkundër që përgjithsisht dhe parimisht jam për ta mbrojtur martesën në çdo mënyrë dhe në çdo mundësi të mundshme duke bërë maksimumin si grua dhe aq më tepër nëse jemi dhe prind nën. Por gjithmonë dhe duhet të vëdisojmë sidomos vajzat e reja, gjithmonë duke kërku përgjegjësinë nga partneri, sepse nuk duhet të jetojmë dhe të vazhdojmë ta sakrifikojmë vetveten për hir të familjes, për hir të fëmijëve dhe një person i cili ka përgjegjësitë e veta në martesë të mos marrë të gjitha veprimet të cilat i takojnë. Sepse çka shoh nga praktika, ju kisha lut me më dëgju më vëmendje, është shumë e rëndësishme kjo. Domethënë pavarësisht të gjitha mendimeve. Unë shoh gra kur vjen tek zyra avokatisë, të cilat kanë luftuar goxha shumë deri kur kanë ardhur në avokaturë, domethënë për të treguar edhe për të trokitur, ta themi, për të kërkuar divorcin. Pra është një sakrificë, është një luftë, është një heshtje e madhe, është një goxha sfidë e madhe psikologike të cilën e kanë përballur. Klientët që kanë ardhur me leje, atë ka kallëzu shkaqin